Një kamion i ngarkuar me lule mimoza që drejtohej nga një femër ka shpërndar të gjithë ngarkesën me rastin e 8 marsit në Lushnje. Bianca Dervishi ka ardhur nga Italia posaçërisht për këtë ditë duke dhuruar mbi 1000 tufa mimozash. Ajo është ndihmuar për të shpërndar dhuratat edhe nga policia e shtetit, ku të gjitha femrave, shofere dhe grave të rastësishme në rrugë u dhan tufat me lule mimoza dhe ëmbëlsira. U gëzuar 8 marsin. Faleminderit. Atëherë këtë ide kisha deri vjet, edhe realizova një video në Itali dhe vendosa që të vi ta mbush kamionin sot dhe këtë ide ta bëj realitet dhe ja ku jam sot me një kamion plot me mimoza për gratë. Mes tyre ishin edhe turistet italiane, të cilat pranuan me kënaqësi dhuratën. Ma siete italiane? Sì, avete fatto questa cosa bellissima che mi sta fermata per le donne. Ma è bellissimo. Bianca Dervishi jeton dhe punon në Itali prej 20 vitesh dhe është femra e vetme që ka një punë si shofere kamioni. Ajo tregon se është përballur në fillim me paragjykime. Kam shumë pasion. Unë më para isha parukiere, punoja në një dyqan parukerie. Pastaj vendosa hypa për herë të parë në kamion dhe u dashurova, nga dy lindi dashuria për kamionin dhe nuk e trastoj më fare. Si kanë qenë reagimet e familjarëve tuaj? Reagimet. Babi ishte shumë i lumtur, mami kështu pak se është fanatike, por mirë, sot janë të lumtur dhe ndjen krenar për mua. Vazhdo kështu dhe mos e ul kokën për asnjë person. Por pavarësisht kësaj, ajo sot ka një punë që e dashuron. Në Itali ka shumë femra që ngasin kamiona, por nuk janë shqiptare. Shqiptare shumica ngasin autobusa. Unë zjom çdo ditë, nuk kam një orar fiks, nga ora 2 e natës, 3, 4, nuk kam asnjëherë një orar fiks. Marr rrugën time dhe nisem, mund bëj 500 km, 400, 300 varet edhe kjo. Mesazhi i kësaj dite për të gjithë femrat në Lushnje ishte të shpërndajë dashuri dhe përkujdesje për nënat dhe motrat tona. Më herët, kamioni me lule mimozash është ndalur edhe në disa pika biznesi në Lushnje që drejtohen nga femrat e më pas aty ku janë të punësuara gratë. Marzo.